Shqipëria vijon të surprizojë me çmime të pajustifikueshme gjatë periudhës turistike. E ndërsa përgjatë vijës bregdetare çmimet për shezllone mbizotërojnë në 400 deri në 500 lekë, në Velipoj arrin deri në 1500 lekë. Kjo tarif ofrohet nga subjektet private në qendër të plazhit. Sipas pushuesve, ky çmim është i paargumentuar. Në krahasim me vitet e kaluara shumë ish i lartë. Tash unë për 15 ditë më dhon 50 marka, 50 euro, diçka shumë e madhe abstrakte. Ma shtrejt janë si vjetë shumë këto karrike. Vetëm brenda 2 ditë lëvizje prej 300 lekë në 400 lekë. Shifet një nervozizëm i pushuesve këtu se vërtet është pak jo fort reale. Vija bregdetare Velipojës me një gjatësi prej 14 kilometrash, ndryshe nga vitet e tjera, këtë sezon është e mbushur nga shezllone private, duke zënë hapësirat publike. Të bëhet një pjesë çadra, 100 metra, 200 metra çadra, një 70 metrash për popullin që nuk i përballojnë pagesës e shezllonit. Kaq pretendojmë. Drejtues të komunës Velipoja shkamarave thonë se subjekteve private i është caktuar një çmim fiks deri në 500 lekë për shezllon. Megjithatë, ata thonë se do të ngrihet një grup pune për të monitoruar dhe për të parë abuzimet në terren. Por një situatë e tillë duket se i leverdis edhe vetë komunës, e cila në varësi të çmimeve të larta mbledh edhe taksat. Plazhi i Velipojës pret çdo vit afro 200.000 pushues, vendas dhe të huaj.